Të nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun Zotin ton. Nga thellësia e shpirtave dhe zemrave tona të pastërta, tërë hamdin, falenderimin për uljen në nështrimin, ja shprehim Allahut krijuesit, mëshiruesit dhe furnizuesit ton. Selama dhe selavatet tona më të sinqerta u dërgojmë pejgamberëve të Zotit xhalleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhalleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai pa fije dyshimi është Muhamedi. Paqja, mëshira, rahmeti dhe mirësitë e Zotit xhalleshanuhu qofshin mbi të, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi ne musliman besimtar, që me krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe e ndjekim rrugën, synetin, traditën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, sikur ta kemi pa dhe sikur të kemi jetuar me të, pavarësisht pse se kemi pa kur, se kemi ndëgju kur, e besojmë fjalën e Allahut dhe synetin e tij ashtu sikur ta kemi pa. Vëllezër besimtar, kemi dal nga një muaj adhurimi dhe ibadeti të madhërishëm, aq sa s'ka mos që ta përcaktoj. Aq sa s'ka vetdije, kapacitet e mendjes së njeriut që ta llogaris çka kemi kalue, çka kemi përjetue. Mirë po, me që ka përfundu muaj i bekuar i Ramazanit, nuk kemi përfundu na, edhe nuk kanë përfundu nevojat, nuk kanë përfundu kërkesat, nuk kanë përfundu hallet, brengat, telashet, mërzit tona, kërkesat tona drejtu Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, nuk ka përfundu nevoja jonë për Zotin te bareke ve teala, e me që nuk ka përfundu nevoja jonë për Zotin xhalleshanuhu, nuk duhet përfundu dhe nuk duhet leju asesi që besimtari pas përfundimit e muajit bekuar të Ramazanit të gjendet në një huti se ka t'ja mbaj, atë vazhdoj edhe më Rëb i Allahut xhalleshanuhu në rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, jo të tentu mu bo me laçe, ose të tentu mu bo pejgamber, që ka njëherë po tentojmë disa prej neve, mujtë Ramazanit po tentojnë mu bo mja kalu pejgamberve, e tani si po kalon Ramazani, me njëherë me marrë të poshtën edhe me dalë prej binarëve, sikur po menojna se du të me konë Ramazan li. Njeriu nuk duhet me provu, nuk duhet me mendu me konë Ramazan li. Besimtari du të me konë adhurus, falenderus i Zotit xhalleshanuhu vazhdimisht. Allahu xhalleshanuhu po thët, adhurojeni Allahun hatta yetije kel yatin. Adhurojeni Allahun xhalleshanuhu derisa t'ju vi vdekja. Hatta yetiyet el-yaqin. Deri në fund, deri në përfundim, vazhdimisht, pa ndërprej. Sepse na vazhdimisht dhe pa ndërprej kem nevoja për Allahun te bareke ve teala. E ne pse kemi përcjell një musafir Ramazanin, musafirin më të çmuar dhe më të nderuar të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, Allahu xhalleshanuhu dhe kujdesi i tina për neve nuk ka përfundu. Sepse po thot Zoti xhalleshanuhu në surën Ad-Duha, "Wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allahu po betohet, po bën be, po thot pasha paraditën. Kini kujdes. Ko gjë shpesh Zoti ka dosht
me na qu për i gjumit. Me thonë, hej, o ju që po flani deri në ora 12. Paraditja është koha ma e qmushme, ma e mira, ma e vlefshmja. Quno, mos flani. Po, na po qohmi, na nuk po flejna, ama mos ka pos qëllim Zoti me na qu pe i qësoj për gjumjes që pekina na edhe kur jena qut. Se na muslimant, fatkeqësisht, jena të përgjumur edhe kur jena qut. Edhe kur ecëm, edhe kur punojna, edhe kur veprojna, na ka zonë një farë përgjumje. Na ka zonë një farë demelije. E cila ka bon që me met na nën kont e se cilit që quhet para neve. E Allah po bën bepë dhe të pasha para ditën dhe notën kur shtrihet me qetësi. Zoti yt po thët, as nuk të kalon, as nuk të ka harru, as nuk të ka pushtru, as kur gjë. Mos ju largo Allahu ton, mos ju largo prej Zotit ton. Se edhe pse ka përfundu Ramazani, nuk ka përfundu Allahu. E kjo na i kujton një huti që ju pat ndodh edhe gjeneratës më të ndritur. Najherë mbi sipërfaqen e tokës që ka shkel njerëz që janë gjenerata e pejgamberit alayhi salam, sahabët e tij, që kur vdiq pejgamberi Allahut alayhi salatu vesselam, sahabët meten pak si në huti, u hutun, u habeten, madje nuk donin me pranue humbjen e pejgamberit, nuk donin me pranu vdekjen e pejgamberit alayhi salatu vesselam. E u qu aty në mesin e tyne një figurë dhe një emër i madh edhe i ndritur deri në kiamet. Ebu Bekri, i cili ju tha atyne edhe neve deri në kiamet, një mesazh shumë të madh. Tha, o njerëz, kush e ka adhuru Muhamedin, tha Muhamedi ka vdek. Se s'donin me pranu shokët e pejgamberit. Omeri e kish nxjerr shpatën në dorë, edhe uan kene për xhami, edhe thojke kush guxon. Më thonë që ka vdek pejgamberi, me njëherë krytja hiki. Mërzi, normale. Është normale që po mërzit mina që ka shku Ramazani. Pasha Zotin, dje, hiq ma larg, e ejte, më ronë men nota e Bajramit. Qfar entuziazmi këna pos, qfar gëzimi, qfar i shumë agjeru, shumë e prit shumë iftarin, ishke një emocion i jarzakon shumë i madh. Ama me gjitha të, ka përfundu Ramazani. Po thëtë Ebu Bekri, kush e adhuron edhe e ka adhuru Allahun, a i kur nuk përfundon. A i kur nuk vdes. Edhe u qetësun zemrat e besimtarëve. Është e drejtë, është reale, neve mu përmallu kur të na bjen men për Ramazanin. Shumë është e drejtë, shumë është reale. Por, a i ka përfundu. Mirë po, a kanë përfundu hallet, brengat, telashet, nevojat, synimet, qëllimet të una? Jo. E a i cili na i realizon edhe më tutje neve, synimet, qëllimet, nevojat të una, është Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, nga i cili na nuk guxojna kur qysh më u largue. Hiq, edhe nëse na ka rastis këto ditë, me mu largu pak e mu hutu e pak e festa e bajromi e sene, apet mu rikthyt e Zoti Gjelle Shanuhu. Apet mu rikthyt e Allahu te bareke ve taala. Se shejtoni këto dit, shejtonin dëgjojini mirë, këto dit e ka pos veç një mision. Masi i ka zgjidh Zoti pi prongave, që kanë qenë të lidhur në Ramazan. Misioni i tyne ka qenë
sa të mundet neve mu munu me na shti, me na kthyja apet në mëkat. I patum lonë do me kote, do gjunohet, do sene gjatë Ramazanit, edhe pejt ditës por bajromit e anina, dyqysh me na i kthyja apet dëshiren për mëkat, me lon namazet, me lon xhamien, me lon gjonat, me lon agjërimin, me lon ibadetin, e me na kthyja apet ku jena konë. Edhe masit na kthen Zoti apet ku jena konë atje, mu kthy me na gjykue. So shumë interesante, shejtoni edhe të shtin me bojë një të keqe, një të met, edhe kthehet gjykon, s'len zez pa të thonë. E ty e që të marrej Allahu Gjelleshanu hun, një mu i dit agjeruve, apet u ktheve në gjynohe. Një mu i dit adhurim Allahut, apet u ktheve në mëkote. Ik mu zgabu me të podi kush të shkun dherë gjamis mo. Edhe për që ta na mungojnë do vlazni të unë të sëtë. Allah i hoxha, bëni selam hoxhës, kesh gjatë Ramazanit, amo, mas Ramazanit apet, ja komon të push të përpjet, po mos ki dertë se kur dhja Ramazanit tjetër apet aty jam. Thuj hoxhës kalzoj që në Ramazan unë ki aty apet. Po gjatë rrugës, Azraili në i dite, edhe thot ka dole se të kanë hargjit minutat. Po i ri, ja, minutat të kanë hargjit. Edhe s'ka më Ramazan. Sa vllazni e motra tona ti kemi pos bashkë Ramazanin e kaluam, e në këtë Ramazan nuk i paton bashkë me neve. Për atë arsye, mos lejojnë ameron në grackën e shejtanit, që nëse na ka shti me bo nej mëkat, nej gabim, këto ditë e bajramit, me na i bo bajatë, mos me na lonë me orë në xhami. Qka do që të kemi bo, apet du të me orë në xhami. Apet du të me afru Allahu të ofër. Apet du të me konë ofër Zotit, gjelle gjelalu huve gjelle shanu. Se kjo është vezves i shëmtum i shejtonit malkum. Dhe na, për të çmoll ka pak, për të rikujtue ndjenjen e agjërimit, e Ramazanit, e syfyrit, e iftarit, pejgamberi alayhi salam ka thonë, kush e agjëron Ramazanin edhe e përcjell ato me 6 ditë të muajit Shawwal, që vjen mas muajit Ramazan në kalendarin hënor, Allahu do t'ja shpërblej dhe do t'ja llogaris sikur e ka agjëruar tër vitin. La ilaha illallah. Me gjithë krejt atë mal me mirësi që e pat Ramazani, që është pak me thonë mal me mirësi, shumë ma shumë. Përsëri Allahu Gjellëshanuhu nuk unë ngëp diqysh, s'po gjejmë shprehje tjetër me thonë, po për me kuptuna, nuk unë ngëp Zoti Gjellëshanuhu me mirësi ndaj neve, edhe pse e patum Ramazanin, mirësit pa numërta, të pa fundme, të pa imagjinueshme, të pa krahasueshme, aja pet vazhdoj me na shpërbly, tha, nëse e vazhdoni shevolin me 6 dit, kini me pos shpërblyen su kër e keni agjeru krejt vitin. La ilaha illallah. Pra 30 dit të shevolit, herë 10, 300, edhe 6, herë 10, 60, 360 dit. Po viti i ko 365 dit. E këto 5, Allahu i ka bo haram me agjerue. Janë 4 dit të bajramit të kurbanit, edhe një dit e bajramit të fitrit, 5 që na kena haram me agjeru, pro 360 ati edhe 5, 365 dit. Pra, Allahu Gjellëshanuhu e falenderojmë nga thellësia e zemrave dhe shpirtave tonë, për krejt këtu mirësi, për krejt këtë kujdes që ka shpreh ndaj neve. Për mos na lon harres, për mos na lon humbje, për mos na lon huti. Andaj, vllazni, rikthejuni Allahu Gjellëshanuhu se kërkesat, nevojat, synimet, qëllimet tona nuk kanë përfundu me përfundimin e Ramazanit. Allah na bekoftë, na begatoft me mirësitë e tina, sadakallahu l-adhim.